Më lejoni vetëm 10 sekonda që të bëj një thirrje publike që unë nuk jam as anti-djathës, sepse jam në një tavolinë djath, sepse e di shumë mirë që tani do fillojnë po shkon tek kundërshtarët e gjitha me radhë, sepse ky është realiteti politik i joni. Është një realitet politik i cili fatkeqësisht na është trashëguar nga baballarët tanë që po mos t'jesh me ne je kundër nesh. Dhe ky është i problem që duhet zgjidhur në mënyrë të patjetërsueshme. Unë i dëgjova me shumë respekt gjithë parafolqet, siç do t'i dëgjoj edhe ata që do flasin pas me, por unë mendoj se nuk është as media problemi kryesor, as dyqësori është arsimi. Në Japoni ka një shprehje që pedagogu gëzon në respektin e Hirohitos dhe ka rrogën e kryeministrit. Sepse edhe vetë Hirohito që është perandori është stërvitur nga një pedagog. Mua sot që më keni shkruar këtu pedagog, unë më vjen zor që jam pedagog sepse unë kam dështuar në misionin fisnik për të shpëtuar studentët e mi. Jam fajtor sepse ndoshta nuk kam qenë me sistemin, po kam heshtur atëherë kur duhet ulëria, edhe kam ulërit me pak vonesë. Dhe kostot e kësaj ulërimës së vonuar po i paguajmë tani, ku jemi bërë të gjithë me najçant për tigur. Edhe ata që kanë biznese, edhe ata që kanë familje, edhe ata që kanë një karrierë të ngritur, sepse këtu po flitet për standard jetese, nuk jetohet vetëm më për standardin e paras. Për të kapur standardin e paras, mjafton të bësh i dill me Edi Ramën apo me një politikan tjetër dhe i mori ato parat e tua, po do jesh sklav i përjetshëm, i vetëdijshëm. Roberto Batalla te libri Lufta e dytë botërore shkruan faqen 80-85 për ruajtjen e statusit civil në ndarjen e Vishis. Çfarë tregon kjo? Qeveria franceze do shkonte në ekzil, por pasi të mbaronte pushtimi gjerman, do ruante të njëjtin status që gëzonte. Këtë bëjnë dy partitë politike të mëdha në Shqipëri. Presin që njëra të mbaroj rrugtimi politik, që këtyre të ruhet statusi civil dhe të gëzojnë të njëjtat atributa. Nuk mund të ketë gjyqtar të mirë kur ai nuk është i arsimuar mirë. Sepse kemi parë vendime gjykate analfabetësh funksional që nuk din të shkruajnë. Jam shumë i bindur që po ti thuash drejtorëve të qeverisë Shqipërisë apo të shtetit shqiptar, më shkruani hënë e madhe të dorës, 80% do dështojnë me sukses. Jam i bindur, njoh njerëz mediokër pafund. Është e vërtetë që media është e kapur, po unë punoj në një media që nuk ka shanse një herë në 2 ditë apo një herë në 3 ditë mos t'i vi 1.5, 2 milion, 600.000 euro, 800.000 euro job nga hiçi. Ky është realiteti. Për të marrë njerëzit të cilët janë pranë qeverisë që të mbrojnë tezat e tyre dhe të bëjnë një dialog apo një debat konstruktiv, nuk ka shanse që të hapin telefonin. Domethënë, neve e dim se ç'a duhet bëjmë. Unë jam me Ergysin. Tek ajo pjesa teorikisht Ergysi është 100% i saktë. Po jemi tek kjo pjesa që jemi këto kushte. Jemi neve kaq 50 veta që mendojmë ndryshe nga njëri tjetri të gjithë. Kemi edhe po mendojmë ndryshe, po jemi mbledhur për të vendosur një emër përbashkë se po na ikën prej duash jeta. Kodin zgjedhor, kam vajtur një fjalim për kodin zgjedhor, prap njerëzit donin me tregu se çka ke bërë ti me jetën. Ore, din gjithë njerëzit çka kanë bërë me jetën. E din edhe për Ergysin, e din edhe për X-in, për Y-in. Pse nuk kemi ardhur me tregu për me i bë PR vetes, ç'a do bëjnë një zgjidhje? Zgjidhja vetme është ose tek ai kodi zgjedhor i detyruar 100% trafik kombëtare kush nuk del në votime, dhe ta shikojnë njerëzit e shesin apo nuk e shesin votën, dhe votimi elektronik në numërim. Qa që ka kjo komisioneri XY, jo po pizza, jo po leva, jo po më dha 500 euro, jo më dha 200 euro, jo po më dha falso. Ne i kemi shkollat grobe, i kemi për tokë shkollat. Më ka pyetur një student im, profesor në provim, unë tani e mora vesh që Xhibuti është në Afrikë. Nuk ndje mirën se marr rrogën atje. Se qa pedagogu jeti kur nuk e student? Ose pedagogu, studenti që thotë profe, ma kalon një copë 5 vëlla se do ikin në Angli. Edhe ti ke atë krizë morale, t'ja jap 5-ën, ta çojnë në Angli këtë, është gabim. Po ta ngel, janë zi jetën më keq, se sistemi është i kalbur i gjithë. Ne flasim për drejtësi, kush do japi drejtësi më? Këta janë prodhimi i kësaj shkolle.
Kush do japi drejtësi kur në një parti politike, unë jam trajtuar, Ervini është trajtuar si armik. Se thua fjalën, po ne fjalën kemi. Po s'më pëlqen më zotri, që më thua 1 kilometër, kemi 1 kilometrin e fundit, duk më pëlqen vëlla, me sa si e mat kilometrin ti. Me sa metra e ke kilometrin, mos e ka me 200.000 metra kilometrin. Ka vetëm një zgjidhje që e mendoj unë, që jam ndoshta më i riu në tavolinë. Greva e uris, ja kam thënë doktor Berishës, ja thënë prap, për të gjithë njerëzit në moshë janë smur dalun, nuk kam se dalin ne të rinë të grevurie. E vetë një mënyrë që neve të bëjmë një gjë që të ngrem një tezë si të na bashkojnë njerëzit është greva e urisë, sakrifica. Kush nga neve ka të drejtë me u fut për të korrigjuar kodin elektoral? Kush na pyet neve? Si? Ishim vlla. Ishim vlla. Fol sa të duash ti. E kam 5 veta, o Redon. E kam 5 veta, miku im. Ta kuptojnë logjika më, shumë e drejtë kjo. E kam 5 veta, prap ti do merresh, do japësh firmën atje, do bëhet siç do ti. Të bëjmë pak kështu të egër. Patjetër. Ja ku jemi, unë jam antar i Partisë Demokratike. 2, Po. 3, 4, janë disa antar, 5. Ne po të firmosim sot, shkojmë kë gjyqësori i Partisë Demokratike. Komisioni që ka. Lutem afroj pak mikrofonin dhe për media. Faleminderit. Faleminderit. Sot neve kërkesë për përfundimin e mandatit kryetarit sipas ne 48 statutit të Partisë Demokratike. Po. Gjykata e PD-s do thotë jo, sepse janë vjedhur zgjedhjet. Nesër unë jam jurist, avokat kemi disa, i drejtohemi gjykatës. E i themi gjykatës janë vjedhur zgjedhjet apo ka mbaruar mandati Berishës. Kemi sigurt që iku Berisha. Tu pasaj ne do sillim propozime si janë ligjet e tjera. A kemi ne këll që ta bëjmë këtë? Që tani. Dakor. Që tani vlla. Problemi është sa të habuz aty kulaç që Berisha që ka kaq teorik sa e bën ti. Por kaq teorik se s'ka ç'a të bëjë, e ka provu Berisha herë tjetër. S'kam ato fuqi. Puna sa kemi neve, ne kemi hasë mos Berisha, Redon, ketojnë armiq. Berisha sot e kësaj dite Berisha është fenomen, se ka 35 vjet në politik. Edhe ne marrim Berishën jo personal. Berisha është njeriu më pak i dëmshëm në atë parti, duke llogaritur metastazat që e kanë kapur atë parti. Atë do vdesin gjithë sa të Berisha. Problemi është sa kemi neve mundësi të penetrojmë në zemër të Përbinçit, Leviatanit. Mua më keq që tani, hajde ta bëjmë propozimin. Kemi 2 ligje themelore që do të ndryshojnë, ligji për partitë politike si Saliani dhe kodi zgjedhor. Këto ne do t'i bëjmë konkrete. O zotri, më është bërë gjyqi pronave pa dieni, mua kam vajtur që vi nga gjykata tani. Diun se kam provu gjyqësorin. Tu të merr gjyqësori, thotë un kam marr vendim për ty, pa të na lajmëruar fare ty. Ku ti drejtojmë unë vëlla? Njeh në njëri Zotin Jezusin, ku e ka shpinë ky zotria? Detyrë me provu, se si do na hesi është punë tjetër. Ideja vëlla është, neve duhet ti friksojmë. Këta nuk friksojnë nga neve me mikrofona. Sepse mua dhe ty... Se e bën armik kombëtar Salianin për një... Po kam bërë Salianin, më kam bërë mua, do të bëjnë ty tani. Ke dhe ti radhën. Do bëjt një tjetër, do dalin një tjetër. Do më thënë, problemi vlla im është, në qoftë se neve dalim dhe themi një fjali që e mendojnë vetë, ti do dalesh pa tjetër i keqi. Dhe mua nuk më intereson fare kjo, mua duhet ja di për zgjidhjen. A është në njëri nisim neve 5 shumë të rinj sakrificë për grevurie, tu tregojmë këtyre që nuk i marrim armët, se s'di me i përdormë në fund ditës, se na kanë s'kemi ushtri. Se i kanë amerikanët, për atë punë i kanë për të mbrojtur rendin kushtetues, se kanë për të vendosur gjoba. A ka në njëri nga neve të bëj grevurie këtu? Që tani djalun i pari, i lë të gjitha. Çfarë do kërkojmë? Çfarë do kërkojmë neve? Ato që do kërkohet në gjykat të PD-s. Jo, ajo PD-s është e zgjidhshme, është shumë e thjeshtë. Puna është kodin zgjedhor që ne do ta shkruajmë para. Do të kemi një propozim. Ne flasim në ajër, duhet të jetë kod demokratik. Si është demokratik kodi? Si zgjidhet përfaqësuesi? E kam provuar. Meqense jo, ajo që doja të thosha është që të mos ta kthejmë si një debat ndërpersonal, mund të jepni me atë fjalë, mund të flisni edhe të jepni edhe mendimin tuaj për ato që... Unë mendoj që është më mirë debat, është më mirë debat. Jo, të hapet, domethënë mos ngelet si ndërpersonal. Kjo ishte ide. Është më mirë debat, beso. Pra, e vetmja gjë që neve dim është që na duhet një operacion fshesa, miku im. Është operacioni fshesa 2.0. Se kush do jenë këta nismëtarët e operacionit fshesa? Domethënë problemi është
që edhe te operacioni jon fshesa duhet pastrojmë dhe veten. Të mos del në njëri që pendohet që po i dal një fuqie 35 vjeçare. Fare ke këto që po problemi qëndron vetëm ke këto partitë që janë këtu, që këta kanë zënë ujë dhe uji është qelbur. Tani si bëhet se uji duhet ndrruar? Ky është problemi. Ne s'kemi më forcë. Pse s'kemi forcë? Sepse dhe kur ti e bën meme apo kur ti e tregon që ai ka vjedhur 50 milionë euro, 100 milionë euro, ai vazhdon është po në krye, as nuk do t'ia di, as nuk ashtu, vazhdo thot ai, fol. Pra, si duhet t'ia bëjmë? Domethënë njerëz si Ervini që domethënë dihen, po themi jashtë, pse nuk i duan ato. Pra, ne pas kemi të kot, edhe këtë diskutimi që po bëjmë këtu e kemi të kot. Sepse ne mbasë mund t'i dukemi si miza, nga që s'kemi para, kurse ata kanë miliona euro dhe na shikojnë si milingona, kështu, po flasin këtu. Po ky është problemi pra që si do hiqen këta dhe nuk ta kryetarët që po i mbajnë, se ne kemi kryetar partije që ja dhe diçka, kryetar partije që nga spaku akuzohet për vjedhje të popullit shqiptar dhe populli shqiptar e vë në krye në një spektakël atje dhe i dëgjon edhe komentet. Po vlla, ti më ke vjedhur lekët mua dhe ti del atje. Po ky tani është dhe çik problemi i popullit. Dhe problemi i popullit është sepse ti je pedagog dhe e the vet. Problemi i popullit është se këta ndërtuan një sistem të tillë, si sistemi i arsimimit që ishte bloz. Vëllezërit Kajtazi, kolegji Kristal, çfarë janë këto? Çfarë do ti juridik do ti video? Çfarë do ti juridik? Bam merre 2 breza, 2 dekada, çfarë ka prodhuar, gjysma që ishte intelektuale ka hikur, ka marrë valizhet, kanë ngelur që kanë mbaruar këto dhe janë disa televizione, kanë bashkëpunim, janë kapur nga qeveria dhe këta e kanë shtrënguar shumë fort. Puna qëndron se pse intelektualët si Vini nuk çajnë dhe penetrojnë brenda një partie që mund të marrë frenat e këtij vendi që sa vjen edhe po kapitullon. Asnjë njeri nuk i vuri një tull këtij vendi, po vetëm ja hoqën. Këtë nuk arrit ta kuptoj. Orezart, po ta shpjegoj me një metaforë, meqense përmendëm milingonat. Neve të vërtetë jemi milingona për këta leviatanët. Po milingona po ju fut elefantit në vesh, nuk ka feçk elefanti që t'ja nxjerrë nga veshi. E detyra jonë e vetme është që t'i bezdisim. Kaq kemi fuqi neve për momentin. Do t'i bezdisim dhe mos t'i lëm ujin t'i shkojë aty ku duan ata. Sepse kjo pastaj do një lloj masivizimi që të vendosesh, duhet mendosh si spartan, është mentalitet spartani, sakrificë. Ka ardhur koha që ne duhet bëjmë sakrificën. Hajde se çfarë sakrifica, bojkot total. Grevuria. Mos t'i dalësh në votime, me këtë kod elektoral që kanë 13% i dalin Ramës, 100% 13% mbarove punë. Ishte 2019. Apo jo? Po 13%. Domethënë, pyetja ime është si ka mundësi që këta ligjvënësit tanë nuk ka dalë njëri të propozojë akoma deri tani një projekt ligj, që është detyrë kushtetuese e deputetit nga ka të rinjt. Mirë, po ne të tjerë si kemi mundësi s'kemi propozuar. Ne që kemi intelektin, ne dim që është gabim, ne s'kemi çuar akoma. Kemi mundësinë ta bëjmë. Që tani vlla. Dakor jam. Që tani. Ore, për të mirën e tavolinës po flasim, fakt. Që tani. Domethënë, që ti vendos se e zgjatëm, që ti vendos pikat mbi i, është mbetet tek ne që të hymë një histori për mirë dhe se cili nga neve këtu është profesionist. Se dëgjoj disa politikanë të rinj që thonë s'na lë Rama të bëjmë para. Ti je në parti të djathtë dhe të mendosh që shteti nuk të lë, ke një problem me mentalitetin të ndjej djathtë apo je i majt vlla. Se Rama është armik dhe imi. Më ka bllokuar çdo lloj burimi ekonomik